ne familjarisht veprojmë në Austri. Stafi jemi dikon rreth 18-19 veta. Vjen prej Austria, prej Gjermania dhe punon në Prizren vend vetin. Me nxi presin me ardha Ramazanin, nashta edhe për shkak të pitojkave. Ideja ka qenë që t'jetë një emër që në vazhdim do të bëhet brand. Po është e vërtet, ne familjarisht veprojmë me këtë punë në Austri, dikon me një qytet afër qytetit Graz, që njihet si dyti i madh në Austri. Atje nuk e kemi këtë emër. Atje e kemi Balkan Bakery, ndërsa prej këtu po e fillojmë me Brothaus edhe të bëhet brand edhe në Gjermani, edhe në Zvicër Darzoti, edhe në Austri në pika tjera kështu me radhë. Hasi njihet për këtë veprimtari, për furtar, edhe ne sigurisht se e trashëgojmë me shumë dëshirë këtë punë, sepse e njohim si punën mafisnike, ashtu edhe na thonë të tjerët. Familjarisht, brez pas brezi, do në më thonë rreth stërgjyshit e tutje, e punojmë këtë veprimtari. Më herët kemi punu në Kosovë, në Vushtri, në Mitrovic, Supin Potok, kështu me radhë me vitet e tona, me mbi 40 vite, e kjo si pikë e re në Prizren është e para dhe për neve. Po mendoj që shumë gjona na bojnë të veçantë. Tu ja nis prej respektit, prej shijes, prej investimit që e kemi bë, konsideroj se jemi të veçantë në shumë pika. Tash, me stafin e brendshëm, jashtëm dhe komplet stafi, jemi dikon rreth 18-19 veta, që konsideroj se janë të i masë mirë, jemi sa duhet. Kuptohet, interesin është i kemi njerë stanë punë. Kryesisht të Prizrenit, mos ta mvisht hasi. Ne kemi bën një ndamje për shembull tek çështja e picave dhe samunave, kemi kriju një furrë të dhëut veç për me u pjek ato edhe me dal sa më cilësore, sa më shumë të shijshme. Përveç byreqeve, kifleve, lisnato e krejt prodhimeve tjera që njihen në secilën furrë. Unë mendoj që çdo gjë që shijohet tek ne e ka një shije të veçantë. Përveç prodhimeve kështu, pitojka është diçka që e simbolizon edhe Prizrenin, konsideroj, e sidomos pitojka e Ramazanit që është me nxi njerëz presin me shiju. Me nxi presin me ardha Ramazanin, nashta edhe për shkak të pitojkave. Neve punojmë 24/7 që po e shuajnë, edhe konsideroj se jemi me kapacitet të plot me ofru gjithçka të ngrohtë në çdo kohë. Realisht fjala Brothaus në shqip thuhet edhe shtëpia e bukës. E secili prej banorëve këtu ndihet si në shtëpinë e vet, e secili prej tyre na ka prit kur jemi ardhur këtu sikur në shtëpinë e vet. Data hapjes ka qenë 24 janar, domethënë jemi shumë shpejt, rreth një muaj e gjys, por konsideroj se për një muaj e gjys kemi arrit mjaftueshëm sukses me kallëzu që jemi edhe serioz, edhe të matën edhe krejt. Jemi të gatshëm me vepru si veprimtari. Për investimi është i madh sepse gjithçka këtu është prej zerrës dhe gjithçka këtu është e re. Domethënë jemi mundu me kompletu edhe me qenë sa më serioz, sa më mirë të qytetari me të gjitha. Domethënë secila prej investimeve është e re. Neve kemi hapë bashkë me djalin e Axhës, i cili ka punu në Austri në furrë. Kemi bani hulumtim rreth një vit e gjys me hapë në Gjermani, me të njëjtin emër, por gjonat kanë herë janë të shkrume. Edhe sigurisht e kemi pas shkrume me hapë këtu ku jemi sot në Ortakall, e që mendoj që qelsi i suksesit është kur dikush, si kur Arlindin këtë rast, vjen prej Austria, prej Gjermania dhe punon në Prizren vend vetin. Unë mendoj që suksesi më i madh duhet me kanë këtë. Unë mendoj që mesazhi për të rinjtë është le të binden, le ta kuptojnë që vendi jonë ka perspektivë, vendi jonë ka mundësi për më shumë. Konsideroj se gabimi është veç të na. Na nashta si jemi të bën shumë përpjekje me i dhanë vendit tonë, sepse vendi jonë ka shumë hapësirë, ka shumë perspektivë, edhe konsideroj sepse kjo është dëshmu me vitet tona. Kush ka dashur me arrit sukses këto e ka arrit. Kështu që i lus krejt gjeneratet e mia, po e përfshi veten këtu si i ri, që të rinë le t'japin mundin e vet në vendin e vet, sepse besoj që është më e vlefshme se sa çdo punë tjetër.